Në samitin politik të mbajtur në Tiranë i kërkoi falje presidencës së Dardanisë Vjosa Osmanit. Me atë fjalim që dëgjova na gëzhdoi të gjithëve që në fakt shqiptarët duhet të protestonin se si Vučići nuk dëgjon Brukselin, shkonte Putini dhe nuk sanksionohet. Sanksionohet Dardania e përse? Se zhdukur kriminalët nga territori i saj? Në cilin vend të Evropës të dashur kryetar shtetesh pranoni juve kriminalët të vrasin të bëjnë ato që bëjnë serbët në Dardani? Çfarë i bëni juve atyreve? Dhe kjo është e pafalshme që asnjë shqiptar nuk protestoi, asnjë gazetar nuk i pyeti këta krerë shtetesh për krimet e serbëve në Dardani. Gjithë të mira, të lumtë zonjë, shoqyr burra s'kemi, po të paktën doli një grua zonjë.